Finalizohet operacioni policor të Accounted, goditet një rast ndërhyrjes së pa autorizuar në sistem kompjuterike të disa institucioneve shtetërore. Identifikohet pas një hetimi një mujor me metoda speciale dhe vjet në hetim një i mitur si autori dyshuar. Seksioni i hetimit në drejtorinë vendore të policisë Vlorë në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së juridiksionit të përgjithshëm Vlorë dhe me mbështetjen e drejtorisë së hetimit të krimeve kibernetike në departamentin e policisë kriminale dhe shërbimit informativ shtetëror Dega Vlorë, finalizuan me sukses operacionin policor të koduar The Accounted. Ky operacion u zhvillua pas një hetimi intensiv një mujor të ndjekur me metoda speciale hetimi në kuadër të goditjes së krimeve kibernetike. Si rezultati i hetimeve, u dokumentua veprimtaria kundërligjshme e një shtetasit të mitur 15 vjeç banues në Vlorë, i cili dyshohet se gjatë muajit mars 2025 ka ndërhyrë në mënyrë të pa autorizuar në të dhënat kompjuterike të disa institucioneve shtetërore, emaile dhe faqe zyrtare, duke shkaktuar ndërprerjen e funksionimit të tyre për periudha të caktuara kohore. Nga hetimet e deritanishme, nuk ka rezultuar vjedhje të dhënave apo dokumenteve konfidenciale nga këto sisteme. Gjatë operacionit, u sekuestruan disa pajisje të cilat do t'i nështrojnë egzaminimeve të thelluara teknike, konkretisht 5 kompjuter laptop, 6 aparate celular dhe një dron. Vjojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie.